Vëmendja kryesore e Bashkisë Lezhë është përqendruar në përmirësimin e sistemit kullimit dhe vaditjes me synim që fremerët të rrisin prodhimet në kulturat e tyre bujqësore. Deri tani janë hapur rreth 500 km kanale kulluese dyta dhe treta. Janë hapur rreth 65 km kanale vaditse dhe kështu e rrjeti i kullimit është përmirësuar një sipërfaqe toke për 8.000 hektarësh. Të mbuluar nga pemet e shkurët ka kanale kulluese e vaditse që nuk janë pastruar prej afër 40 vitesh e përpasoj. Në to toka është mbjell, por nuk është korr. Kam marrë 2-3 kintal për 2 lëmë, si mi thonë, edhe unë sot marrë 10-12 për 2 lëmë. Pastrim shumë i mirë edhe uj ka pas me bollek. Kush ka dashur me punu, ka vadit, uj ka pas tepër shumë. Me të njëjtin angazhim punohet edhe për vënien e eficiencë të rrjetit kullimit, ku vetëm gjatë 7 mujorit të parë të këtij viti në njësitë administrative të Bashkisë Lezhë janë hapur 65 km kanale të dyta e treta kulluese dhe 12 km kanale vaditse.